nuk u zgjodh si i pari me 5 Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vlerësoi zgjedhjen e drejtuesit të ri të SPAK-ut Klodian Braho. Në një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se procesi ishte kushtetues. Dje u zbatue kushtetuta. Nuk u zgjodh si i pari me 5 vota, që ishte jo kushtetuese dhe që s'mund të rrinte asnjë ditë në detyrë. Jo, i dyti mori 7 vota. Berisha vlerësoi edhe praninë e ambasadorëve në mbledhjen ku zgjodh drejtuesi i SPAK. Se ajo prani aq e fuqishme ndërkombëtare ka patur vetëm një qëllim, që Edi Rama e qeveria të mos e skapin. Në ditën që gjykata kushtetuese po diskuton për ankimimin e kryeministrit Edi Rama, Berisha akuzoi liderin e mazhorancës se po ushtron presion ndaj gjyqtarëve. Gjykata kushtetuese është në ditën më të vështirë për shkak të presioneve, kërcënimeve të shumanshme. Prej disa ditësh, lideri i opozitës ka akuzuar kryeministrin Rama se ka ushtruar presion ndaj gjykatës kushtetuese.